Teatri Andon Zako Çajupi në Korçë mirëpriti koncertin recital të mezzosopranos rumune Claudia Codreanu dhe pianistit Piro Gashi, një mbrëmje e përbashkët me nxënësit e shkollës artistike Tefta Tashko Koço. Programi i përzgjedhur me kujdes përcolli emocione të forta dhe një interpretim të një niveli të lartë artistik. Unë ndjeva shumë mirë, publiku ishte i ngrohtë dhe ndjej qartë se ishin pranesh me duar trokitjet e tyre dhe më duket se u pëlqeu repertori. Ishte një javë shumë e bukur dhe nxënësit u përgjigjen shumë mirë në të gjitha aspektet teknike dhe muzikore, duke zbatuar me rigorozitet të gjitha kërkesat. Gjithashtu, pati një bashkëpunim shumë të mirë me profesoreshën e kantos, e cila ishte vazhdimisht pranë nesh. Për mua ishte një kënaqësi sepse unë kam luajtur këtu para shumë vitesh dhe më pëlqen gjithmonë kjo skenë, më pëlqen gjithmonë ky qytet. Ndihem gjithmonë shumë mirë dhe për mua nuk është asnjë lloj surprize e ngrohtësie e publikut korçar, sepse gjithmonë kam gjetur të njëjtën ngrohtësi dhe të njëjta duartrokitje, kështu që sa herë që vi, gjithmonë me të njëjtin emocion dhe me të njëjtën kënaqësi. Ky koncert erdhi si përmbyllje e masterclassit 3 ditor të zhvilluar me nxënësit e shkollës artistike. I gjithë aktiviteti u mbështet nga Këshilli i Qarkut Korçë. Ky aktivitet është një dëshmi e qartë e rëndësisë që kanë bashkëpunimet artistike, shkëmbimi i përvojave dhe investimi në edukimin kulturor të të rinjve. Për Këshillin e Qarkut, mbështetja e iniciativave që nxisin talentin, kreativitetin dhe zhvillimin artistik të brezit të ri është një prioritet i vazhdueshëm. Nxënësit e shkollës e cilësuan këtë përvojë si frymëzuese dhe të vlefshme për formimin e tyre artistik. Mësojmë gjëra të reja që do na vlejnë vërtet për karrierën tonë dhe eksperjenca ishte diçka vërtet e këndshme. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. E falenderoj shkollën që e bëri këtë pikpyetje të profesores. Profesorja ishte nga Romania, ishte një mezzosoprano shumë e mirë dhe më pëlqevi puna se si e bëri një masterclassin dhe çfarë mësimesh na dha. Ky koncert ishte shumë i bukur, na dha vlera shumë të mëdha për të vazhduar në karrierën tonë. Mbrëmja u mbyll mes duartrokitjeve të gjata, duke sjellë në skenën e teatrit një tjetër aktivitet cilësor në jetën kulturore të qytetit.